Afati i treti i regjistrimit të nxënësve në për shkollat të mesme apo afati i gushtit për vitin shkollor 2026-2027 nisi me paraqitjen elektronike më 20 gusht, kurse sot është bërë dorëzimi i dokumenteve të nxënësve që kanë aplikuar. Televizioni Koha vizitoi disa shkolla të mesme të Tetovës. Në gjimnazin e Tetovës thanë se bëhet fjalë për nxënës që për arsye të ndryshme nuk kanë mundur të regjistrohen në afatin e parë dhe të dytë. Drejtori i gjimnazit e vlerësoi si të kënaqshëm jehonën e regjistrimit të nxënësve. Ditën e nesërme dalin rezultatet e hyrje e shkollës në webfaqet e shkollës edhe do të informohen për rezultatet e regjistrimit. Numri i aplikantëve në shkollën tonë në vitin e parë është 295 në afatin e parë dhe në afatin e parë dhe dytë, ndërsa në afatin tani është një paraqitje nxënësve afër 30 nxënës kanë aplikuar, mirë po jo të gjithë ato do të pranohen për shkak se nuk i plotësojnë pikat, 60 pikë që kërkohet në shkollën tonë. Rrjedhimisht duhet të marrin dokumentacionin edhe të aplikojnë në shkollë tjetër. Atmosferë e njëjtë mbretëronte edhe në shkollën e mesme ekonomike 8 shtatori, edhe atje drejtuesit tanë se afati i tretë i regjistrimit po zhvillohet pa probleme, sipas orarit të paracaktuar, ndërsa gjithashtu thanë se interesimi i nxënësve ka qenë në nivel. Sot vijon regjistrimi i nxënësve për vitet e para, deri në këto momente interesimi është i kënaqshëm. Numri i nxënësve që kanë aplikuar deri tani është mbi 170 nxënës. Sipas konkursit zyrtar të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, janë paraparë mbi 25.000 vende të lira për regjistrimin e nxënësve për vitin e parë në 109 shkolla të mesme publike për vitin shkollor 2026-2027. Edhe pse shteti ofron kapacitet për mbi 25.000 nxënës, numri real i nxënësve që regjistrohen në shkollat të mesme është më i ulët dhe sillet ndërmjet 18.500 dhe 19.500 nxënësve, në përputhje me numrin e nxënësve që përfundojnë klasën e 9.